Origjina ime është nga fshati Dhivër. Dhivri është një fshat minoritar në rreth në Sarandës. Unë jam lindur në Sarandë dhe që nga viti parë fillore dhe deri në fakultet, vitin e fundit të fakultetit, është vazhdimësia ime në qytet dhe në Tiranë. Dhe aty ishte vazhdimësia e gjuhës shqipe. Unë gjuhën greke e ruajta brenda vetes time dhe në familjen time, sepse me prindrit ne flisim greqisht në shtëpi. Dhe kjo mua më dhan mundësinë që brenda vetes time të ruaj njohurinë e gjuhës greke, ndoshta jo me njohuri të thella gjuhësore për të cilat vite më mbrapa, kur unë shkova në Greqi, perfeksionova gjuhën, por sidoqoftë ajo gjuhë që flitej në shtëpi dhe në ambientet e qytetit të Sarandës nga popullsia minoritare ishte më se mjaftueshme për të qenë një njohës i gjuhës greke në atë kohë jashtë konceptit të edukimit shkollor. Edukimi shkollor ishte gjuha shqipe që vazhdoi deri në fakultet. Të pyet diçka, u kapte grekun juve atëherë në fshat? Kur filloi televizioni po. E kapte. E kapte, por kur filloi televizioni unë isha në Tiranë, kështu që nuk e pasurova dot. Nuk u azhornove me greqishën moderne. Siç që thash, shkolla fillore ime ishte te shkolla Demsheme, shkolla gjithë vjeçare ishte aty, gjimnazi. Pas kemi bërë në njëjtën shkollë, Demsheme kam bërë edhe unë 3 vjet. Po ti mbrapa me. Patjetër, e kam bërë. Shkollën e mesme e bëra te shkolla Hasan Tasini, shkolla mesme, një shkollë me vlera, me tradit, me bazament, për të cilët shkollë neve edhe sot, e themi me krenari dhe mburje që ne jemi praktikisht, Hoxha Tasinas, dhe neve ajo shkollë në Sarandë, duke qenë që ishte midis shkollave më të mira të Republikës, por mbi të gjitha me pedagogë që kishin brenda vetes ambicien për të dukur, për të nxjerrë një shkollë me vlera, automatikisht nxjerrin edhe nxënësa shumë të mirë. Mbas se i mbarova shkollën e mesme, erdha në fakultetin e mjekësisë dhe ka mjekësia e përgjithshme, për të cilën unë nuk kërkova mjekësi. Kisha kërkuar inxhinieri, rryma të dobta, këto që ishin trendikos në 75-76. Më solli fati kështu ishte që ka qenë dege privilegjuar. Po, mjekësia. Mund të ketë të paktën në kohën time nga vitet 80. Mund të ketë qenë, por unë nuk ishte pjesë e dëshirave të mia për mjekësinë. Dhe komisioni që kishte atëherë komiteti ekzekutiv vendosi të më çojë në mjekësi. Një pyetje, sepse nëna ka dashur të më bëj mjek mua, po unë kisha problem të madh orën e parë, vitin e parë anatomin që shkoja me kufomat. Pate problem? Ja, nuk e pate. Okay. Dhe, por, kur u futa në mjekësi, as gradë pasha, pasapi, pashje, mjekësia është pjesa me e bukur e jetë, është një profesion shumë i bukur. Ajsa sot, nuk dita në qoftë se mund të ndroja ose mund të rekomandoja dikë të dilte vëndet diçka për para mjekësisë. Dhe unë fillova mjekësinë dhe mbarova mjekësinë përgjithshme. Që nga shkollë që e kam thënë, po e përsëris, pak mungesë modestie, por është fakt që nga viti i parë fillore dhe në vitin e fundit të fakultetit të mjekësisë mesatari jemi është 10. Pa diskutim që ke qenë një nxënës i mirë. Dhe si kur mbarova fakultetin e mjekësisë, duhet të bëja 2-3 vjet në bazë, që i thoshim ne, dhe për të kthyer meqense kisha notat e mira në institucionet qendrore që ishin fakulteti, ishte qendra universitare Nën Tereza që quhet sot, po atëherë quhet Spitali i Tiranës, qendra spitalore e Tiranës, dhe fillova mbas fakultetit të punoja në rreth të Sarandës. Sa ku ke punuar në Sarandë? Unë punova deri në 96 shtator, të 96. Deri në 96 në ke qenë në Sarandë? Bëra 3 muajt e parë, se mbarova 82 në fakultetin, bërëm 3 muaj zbor, bërëm 3 muaj në qytetin e Sarandës si një praktik mbas fakultetit që ishte detyrueshme për të treguar më tepër për të pas një farë sigurie, të kishe një tutor mbi vete për mjekët që të mësoj pak nga jeta e përditshme, nga praktika e përditshme mjekësore, dhe pasaj të dilje i lirë të hapje kratë tu dhe të filloj fluturimin në jetë. Lasma, më heqin kuriozitet. Do më thënë ti deri në 96 pas ke qenë në Sarandë. Në kohën që gjithë... 86.
A, 86. Okej. Falë që ose unë thash në 86, për 86. Okej, ndoshta e dëgjova unë gabim. Do me thënë, deri në 86, pastaj erdhe në Tiranë. Edhe në Tiranë. Më ka bërë përshtypje, në 90-ën, në gjithë, edhe shqiptarë, o burra, po iknin jashtë, po, ndërsa juve, grek, me gjuhën greke të ditur, me letra, me dokumenta, si thot, nuk morët për te poshtë, por ndëjtët... Atëre, më duhet të fust një pjesë i jetës time ato 2 vjetë e gjysmë që bëra në fshatrat e Konispolit, fshatrat e Çamet të Konispolit, në Çamëri, pjesën e Çamërisë. Stetoskopi im si mjek, stetoskopi i parë, si mjek i pavarur, sepse kur jenë në spitalin e Saranës, ke tutor që tham ato mjekët që të mbulojnë, dhe po Breno i ka bërë. Edhe ka qenë një spital shumë i mirë. Ka qenë një spital shumë i mirë. Por, në 10 shkurt e vitit 1983, unë shkova në Markat. Dhe fillova si të ushtroj funksionin e mjekut përgjithshëm. Dhe unë aty, për herë të parë, ushtrova zanatin e profesionit, atë më fali zanatin e mjekut, po t'i thujemi zanat, sepse në fundit ka pjesë edhe të mjeshtrisë aty brenda, se mjeshtri është zanatës, por pas dashurinë atyre njerëzve, atë afinitetin që unë kisha me ta, veja dhe u shërbeja njerëzve pa bërë dallime klasore. Kjo ishte cilësia ime për të cilën mund të quhe paksa e guximshme në atë kohë që të veje në çdo shtëpi, pavarësisht që ishte i deklasuar, ishte me biografi të keqe, apo ishte me biografi të mirë. Asi mjeku ishte mjek për ata dhe unë i shërbeva atyre si mjek. Dhe kjo është ajo që për të cilët vite më mbrapa, duke mbajtur ato lidhje me ato njerëzit, vjen në momenti sot që unë do të shkoj, do rikthehem tek ata njerëz për të thënë do ta themi ato. Do ta themi në fund, po të shohim mirë karrierën që ke bërë. Kështu që mbasi erdha në Tiranë, u emërova në... Do me thënë, sa vjetë ndite në Saran ti? 3 vjetë. Për shërim? 3 vjetë në Saran. 3 vjetë e gjysmë. Dhe në 86 erdha në klinikën e neurokirurgjisë si anestezist reanimator. Ishte një shërbim i ri që po kryej në atë kohë dhe duhet që në anestezi reanimacion të bëj një strukturë e tillë që të futej një shërbim i cili karakterizohej nga njerëz që jo vetëm devotshmëri, por të kishin dhe njohuri dhe të ngriheshin strukturat e reja të anestezisë reanimacionit, tashmë duke kapërcyer konceptin e anestezistit që jep vetëm narkozën, vë pacientin në gjumë dhe ka gjithë detyrën e tij. Dhe kjo ishte nën frymën e këtyre mjekëve që krijuan anestezi reanimacionin në kardiokirurgji me frymëzimin e madh të profesor Petrit Gaçës. Ishte ai që futi shërbimin e anestezi reanimacionit në modelin francez. Pra, anestezisti duhet të ketë dhe reanimacionin postoperator për gjitha rastet të cilat kërkojnë një trajtim intensiv, një trajtim special. Dhe trajtimi intensiv me trajtim special kuptohet që duhet ta bëjë një mjek që i ka përcen njohuritë e një mjeku të rutinës. Dhe kështu krijua shërbimi anestezi reanimacionit për kardiokirurgjinë dhe në vazhdim unë isha në neurokirurgji, e cila bashkë me kardiokirurgjinë dhe neurokirurgjia hin në kirurgjitë e klasit të parë, është kategoria e parë, pastaj vinë në gjithë kirurgjitë e tjera, kështu që bëhet diferenca për falni, për më tepër që neve mbanim dhe gjithë traumën kraniocerebrale, traumën e kokës për gjithë Republikën. Ne kudo që kishte nevojë ose shkonim ose na i binin dhe e trajtonin. Pra ajo ishte një qendër dhe shkencore, dhe një qendër kërkimore, dhe një qendër për të cilën neve aty hapnim dhe shpalosim gjithë njohuritë tona të thella në lidhje me reanimimin e një politraume ose një traume kraniocerebrale ose një gjendje komatoze, në të cilën ndarja e jetës nga vdekja ishte fije të perit. Domethënë mund ta ndanin 2 ose 3 ditë, smurën erdhi i gjallë, duhet ta reanimoje, se për 2-3 ditë do ta humbisje. Pra, ne jetonim brenda një drame të vërtet, edhe si mjek, po edhe bashkë me familjarët, ndanim atë dramacitetin e situatës dhe në atë kohë shumica e traumave të kraniocerebrale ishin të rinj, sepse ata qenë edhe më të lëvizshëm, ata qenë që edhe ishin se kështu ishte natyra e punës, dhe për më tepër mbas 90-91 që filloi dhe u fut në Shqipëri i motori, i makinë, imagjinoni, gjendja e makinave dhe të rrugëve në atë kohë ishte që kapaciteti i neurokirurgjisë doli jashtë limiteve të veta. Nuk i nxente më këta njerëz dhe ne detyruam të shpërndanim nëpër pavione, por sidoqoftë
ngelet që anestezia dhe reanimacioni, një nga degët e mjekësisë shumë të imta dhe shumë specifike me njohuri shumë të thella. Kështu që unë punova deri në vitin punova në neurokirurgji pra si anestezist reanimator. Në vitin 1991 kur u hap Shqipëria, unë rastësisht u ndodha në Greqi në maj të 1991 për arsye turizmi. Dhe pash një pjesë e mjekëve, kolegëve të mi që ishin në Shqipëri dhe kishin vajt në Greqi, ipnin provimet e para për të njësuar diplomën e Fakultetit Mjekësisë të Shqipërisë me Fakultetin e Mjekësisë të Greqisë. E bëra ti këtë? Mua më zuri zilia se thash, pash dhe ca pyetje që ishin paksa më të lehta, ndoshta ishte edhe një farë lehtësie që u bë këtyre të parëve që dhanë provimin. Dhe isha gati të futesha brenda të thosha po ta jap edhe unë se unë ndërkohë kisha thënë, meqenëse isha pranë fakultetit, kisha dhënë provimet pas universitare, gjitha këto me kimi, biokimi, farmakologji, fiziologji, anestezi, reanimacion. Kisha të fresta. 6-7 vjet kisha mbaruar. Në vazhdim të atyre të notës mesatare nga viti parë fillore që u tha te fakulteti isha 10 dhe gjitha provimet post-universitare bashkë me të anestezi reanimacionit isha 10. Dhe kam dëgjuar rrasa që fakulteti jonë i mjekësisë ka qenë i mirë. Absolut, sepse ishte kishte si model sistemin rus, sistemin sovjetik, me të cilët ishte leximi kryesori dhe pastaj praktika ishte sekondare. Ndoshta në disa vende që thonë në Angli është më praktikë fakulteti sepse ka prakticitetin dhe pastaj teori. Por ne ishim i takonim shkollës lindjes. Por dhe Italia, që unë kam përvojën e Timbiri që mbaroi fakultetin e mjekësisë La Sapienza në Rom, dhe ato janë shkolla skolastike të teorisë në fillim dhe pastaj të praktikës. Ndoshta prandaj ka edhe shumë shqiptarë që janë integruar në sistemin shëndetësor italian. Po mirë, nuk të ngacmoj ty të jep një probleme zotërie aty. Po pra, vajte të futesh ata më thonë, zotëri, këtu s'është kush hyn del kush do të vesh, ka një komision, ka një institucion për të cilën depoziton disa dokumenta të caktuara dhe ato e gjykojnë nëse ti i plotëson kriteret për të dhënë provimin. Dhe me këtë vrullin dhe me entuziazmin tim që unë e marrë këtë provim, depozitova në një institucion që dhikaca, gjitha dokumentat e nevojshme, u aprovua në prill të 1991 që po, këtë drejt japësh provimin. Dhe unë në javën e parë të tetorit të vitit 1991, dhash provimin për të njësuar diplomën e Fakultetit të Mjekësisë të Tiranës me Fakultetin e Mjekësisë të Athinës. E veçanta. U futa për ta dhënë në gjuhën greke. Gjuha shkencore, mjekësore, për fat keq, nuk më ndihmonte dhe ishte edhe me shkrim. Nuk ishte me multichoice, që zgjedh plus minus, po ishte me shtjellim. Dhe i them pedagogët që na mbikëqyrte, të lutem, më ndihmo të përkthej disa nga këto termat këtu që unë nuk i kuptoj. Rastësi për fatin tim që ishte një njeri shumë e bosnjës, dhe mi përktheu dhe me një laps shkrojta gjithë përkthimet e gjuhës. Dhe i thash, po ta shkruaj në greqisht nuk do arri. Ta bëj në anglisht? Bëjem, thamë, s'ka problem. Dhe unë bëra anglisht, bëra ca italisht, ca frëngjisht, ca rusisht, ca shqip, ca greqisht, bëra një mishmash provimi në përgjigjet me shkrim. Kur u bë vlerësimi dhe u kthye përgjigje që na mblodhen të gjithë, më thanë, për gjuhën nuk e kalon ti, po për mjekësinë je absolut. Dhe unë mora maksimumin e pikëve, kështu që mua më njoh diploma. Pra, unë tetor 1991 dhe njësova diplomën. Por nuk vazhdova nuk fillova punë. Unë mutëria në mënyrë absolute me një herë, sepse nga momenti që ke marrë një diplomë shqetësuar, mund të fillosh të punosh. Erdha në Tiranë, se një javë dhe janë në Greqi, ajsa për të mbrojtur diplomën, dhe vazhdova punën në neurokirurgji deri në korik të vitit 1992. Në vitin 1992, kur filloi Tirana me ato problemet e veta që neve s'kishim ujë, s'kishim drita, kisha marrë një shtëpi bashkë me pedagogët, aty ku ishte tek Xhaku, te rrugë Elbasanit, te shkolla Mjal Grameno, aty afër, dhe neve njësim shkallët me gjyma të mbushur me ujë për të larë vete, fëmijët e gjitha këto. Dhe rryma elektrike njëherë vite një rikte, shtroj një kabull këtu, shtroj një aty. Pra, në një farë mënyre, situata u bë shumë dramatike. Në këtë situatë,
i them gruas time që meqense unë kam një diplom të Komunitetit Evropian dhe në një shtet që origjina ime është greke dhe unë kam mundësi dokumentat e mia t'i plotësoj shumë shpejt se kushdo tjetër duke pas edhe diplomën, vendosa me gjithë gruan time dhe me 2 fëmijë të shkonin në Greqi dhe vajta në Athinë. Dhe zgjodha për të bërë vazhdimsinë të bëj anestezinë e animacionit, vazhdimsinë e anestezinë e animacionit në spitalin Kat, që është spitali kirurgjikal më i madh që ka Athina, por në ortopedi është spitali ortopedik më i madh që ka gjithë Greqia. Është, si më thënë, Biblia e ortopedisë është aty. Kishte edhe neurokirurgji, kishte edhe politraumën dhe kishte gjitha këto që mua më mbushin atë botën time shpirtërore dhe mjekësore me rastet që shikoj edhe ambicien time. Dhe aty u fillova punë. Dhe duke qenë shumë i përkushtuar ose paksa i profilizuar për traumën e politraumën apo traumën neurokirurgjikale, pash gjithë këto që vinin paraqiteshin i nështroj si një ekzaminimi digital me skaner. Aty lindi brenda vetes time. Ndërkohë besoj skanerin atë kohë ishte një aparatur revolucionare. Revolucionare, ishte në hapat e para që ishte futur në Greqi dhe në për Europë, edhe ishte ajo që bëri skanerin, bëri revolucionin e kthimit të radiologjisë konvencionale në radiologjinë digjitale.